Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, para pak çastesh përcollëm në një transmetim direkt edhe fjalën e zotit Berisha në nisje të mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, një mbledhje që zhvillohet për herë të parë pas zgjedhjeve të 11 majit, edhe pse ka pasur shumë zëra dhe kërkesa në radhët e demokratëve për ta zhvilluar më shpejt e për të pasur edhe një analizë në lidhje me rezultatin, por edhe përgjegjësitë për zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. Që në nisje Berisha theksoi se ai ishte një proces fars, ndërkohë nga ana tjetër e përmbylli fjalën e tij pas rreth 40 minutash, duke theksuar se është koha për greva dhe demonstrata dhe demokratët nuk do të ndalen deri në rrëzimin e regjimit, sikundër e etiketon ai qeverinë aktuale Rama. Do të shkojmë në këtë momente në një lidhje direkte për të diskutuar mbi këtë zhvillim, por edhe të tjerat të ditës. Do të kemi Rezart Kthupin, avokat, përfaqësues i djathtas 1912, si dhe avokatin Redi Ramaj. Përshëndetje. Zotrin, përshëndetje, ju falenderoj për kohën. Besoj e ndoqët edhe deklaratën e gjatë të zotit Berisha, ku mes të tjerave, përveç akuzave ndaj kryeministrit, qeverisë që ai drejton, artikuloi jo pak akuza edhe ndaj demokratit Saliani, madje edhe gjatë ditës së sotme, pikërisht në lidhje me takimin e një dite më parë në Elbasan, për cilin tha se u organizua nga Suel Çela. Saliani, për të shmangur përplasjet, të paktën kështu ka sqaruar për Top Channel, nuk u bashkua në këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar, që fokusi të ishte tek ajo çka ka ndodhur me qeverinë dhe çfarë do duhet të bëjë Partia Demokratike në vijim, sesa në përplasjet e tyre të brendshme. Sot një prej ish deputetëve të Partisë Demokratike, konkretisht Qani Xhafa, ka shpjeguar se pikërisht në Elbasan, në takimin e një dite më parë, ishin me dëshirë, me vullnet dhe të padetyruar nga askush. Zoti Ramaj, çfarë po ndodh, si e shihni këtë përplasje të liderit Berisha me Salianin, i cili prej pak kohësh ka nisur një tur takimesh me bazën? Po nuk më duket diçka e re, nuk është lajm i ri. Jemi para një situate të përsëritur në Partinë Demokratike, ku njerëz cilët kanë mendim ndryshe duan të bëjnë diçka tjetër nga drejtuesit e Partisë Demokratike, sulmohen barbarisht, përjashtohen, edhe janë dhunu në të hershmen e Partisë Demokratike. Duket i situatë jo normale të përmendosh emrat të krimit organizuar që marrin pjesë në mbledhjet e Partisë Demokratike në Elbasan. Ju përmendët deputetin Qani Xhafa, unë pash dhe njerëz tjerë të strukturave të partisë në atë sallë, dhe të thua që zoti Xhafa është njeri i Suel Çelës, është skandaloze. Po çfarë po ndodh me zotin Berisha? Nuk po pranon dot zërat kundër dhe gjen nga të gjitha shpjegimet? Nuk më çudit kjo situatë. E prisja këtë gjën, sepse nuk është se ka pranuar ndonjëherë zërat kundër që ti pranonte me Salian, nuk do bënte Saliani diferencën. Çështja është që Partia Demokratike ka qenë letargjit plot nga 11 maj deri sot, u desh një lëvizje brenda saj që të bëjë analizë, që të mblidhej Këshilli Kombëtar, që të shpalleshin që do kishim zgjedhje në prill. Pra të gjitha këto lëvizje u bën në emergjencë. Çështja është tash kur thot kryetari i partisë se kemi betejën me Edi Ramën, atëherë pse kthen betejën me tut, me të ngjashmit. Ke mundësi më marrë me njerëz më të fortë që kanë pushtetin dhe aty e ke fokusin, aty besoj kanë fokusin dhe demokratët. Partia Demokratike ka probleme, është e kuptueshme, ka pas probleme që prej vitit 2021, nuk i kanë lind sot problemet, ka njerëz cilët janë larguar nga Partia Demokratike, ka bërë një përçarje, bashkim, një lloj miksimi me situata cilat ne i dimi kemi trajtuar. Sot do të ishte mirë që Partia Demokratike të hapej, të kishte mundësi të afronte çdo kënd që ishte kundër pushtetit, të jepte mundësi çdo kujt që të angazhohej brenda kësaj partie dhe jo të luftonte të ngjashmit të njëjtët njerëz cilët, sidomos zotin Saliani, i cili është dënuar pikërisht nga ky pushtet pas një lloj prove. Zoti Kthupi, tashmë vijon mbledhja me dyert të mbyllura, si mendoni? Do të ketë debate, ka zëra të tjerë si Saliani që sot do t'i kërkojnë llogari Berishës, drejtuesve të tjerë, edhe atyre në nivel qarqesh apo drejtuesish politik për rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit? Në shpjegoj për llogari Berishës, sikurse Berisha e shteroi në mënyrë tërësore gjatë fjalës së tij 45 minuta, to nuk ishin zgjedhje, ishin një farsë. Për sa kohë Partia Demokratike ka një alergji gjenetike ndaj analizës brenda vetes apo ndaj gjetjes së
shkaqeve brenda partisë, për kërkon gjithmonë këtë tretët, nuk ka vend për të pas debate. PD-ja ka një aksion që është Berisha ose fiton zgjedhjet ose ja vjedhin, nuk ekziston mundësia që Berisha të humbë zgjedhjet. Megjithatë ju e dini mirë se nuk janë të pak demokratët që janë të pakënaqur me një pjesë të mirë të drejtuesve aktual të Partisë Demokratike. Ndoshta nuk etiketojnë zotin Berisha drejt për drejt, por nuk kursehen për zotin Noka apo të tjerë. Po mirë, ky zoti Noka është institucion vetëm Partia Demokratike, nuk varet ky kryetari, ky kryetari i Partisë Demokratike nuk ka si përgjegjësi, do të thonë ndalon përgjegjësia ke numri 2, po nuk hypen asnjë ke numri 1. Si puna e Ramës edhe ky që ndalon përgjegjësia ke Varcit, po nuk shkon kur përgjegjësia ke kryetarit. Nëse këta njerëz në PD nuk ndalon as te Varcit në fakt. Po si ka, skema është gjithmonë njësoj, modeli është gjithmonë njësoj. Kur në PD njerëzit thonë të bëhen të vërtetë, ta vënë gjisin aty ku është fajtori, atëherë ndoshta dhe mund të dhe diskutojmë për revolucione, për ringjallje, për ringritje. Sa kohë aty, gjithë shihen pas gisit, duke thënë që gjithë kanë fajt me Preshtin Berishës, Berisha është i papajshëm, dhe gjitha mbetet një farsë, po the. Hajde diskutojmë se si do të ringrihet PD-ja, do ringrihet, po do kemi prapë Berishën kryetar. Kjo nuk është ngritje, kjo është një luftë pushtetesh brenda, luftë karrikësh brenda PD-s.